Grupi i leximit Një fjalë një jetë pranë Institutit të Hifzit dhe Bukuleximit të Kuranit Hafiz Hasan Efendi Zendeli në mbështetje të Muftinisë së Gostivarit organizoi iftar dhe panel shkencor me temë Perceptimi i gjinisë femërore në kulturë dhe fe. Në organizimin e këtij eventi morën pjesë përfaqësues të Muftinisë së Gostivarit, përfaqësuese të Komunës së Gostivarit, profesoresha të Medreses Isabeu, përfaqësuese të Komunës së Vrapçishtit, përfaqësuese nga qendrat që merren dhe punojnë mbi çështjet e avancimit të gruas në shoqëri, si etika, persona, posidum, qendra Duga nga Gradeci dhe anëtarët e grupit të leximit Një fjalë një jetë. Koordinatori i grupit të leximit Një fjalë një jetë, teologe Hafsa Rushiti, në emër të muftiut të Muftinisë së Gostivarit Sabaudin Zendeli dhe drejtorit të institutit Hasan Efendi Zendeli Magjistër Elisa Hasani, falenderoi panelistët dhe pjesëmarrësit në program, ku përmendi se qëllimi kryesor i organizimit të këtij programi ishte rizgjimi i vetdijes së gjinisë femërore, e cila si krijesë e bekuar nga Zoti të kuptohet edhe në aspektin kulturor e tradicional. Ne si grupi i leximit Një fjalë një jetë pranë Institutit të Hifzit dhe Bukuleximit të Kuranit Hafiz Hasan Efendi Zendeli në koordinimin e Muftinisë së Gostivarit, si çdo vit organizojmë një iftar të posaçëm për gjininë femërore me panele të ndryshme dhe mysafir special, të cilët flasin mbi tema të caktuara. Këtë vit vendosëm që të kemi një temë perceptimi i gjinisë femërore në kulturë dhe në fe, duke u munduar domethënë që të rizgjojmë vetëdijen e gjinisë femërore, asaj të cilës e ka bekuar Zoti, të kuptohet edhe në aspektin kulturor dhe në aspektin tradicional. Në iftarin tradicional tonin, në vitet e kaluara kena pas shkollat dhe stafe pedagogjike të shkollave fillore, po ashtu edhe atyre të mesme, nga Komuna e Gostivarit dhe Komuna e Vrapçishtit, ndërsa këtë vit i kena thirrur pak më tepër qendrat të cilët merren me aktivitete për temën e caktuar në fjalë, sepse janë të thirrur domethënë qendrat psikoterapike, si qendra Positum, qendra Persona, janë të thirrur qendra etike për të drejtat e grave, janë të thirrur apo ashtu qendra Dua nga Gradeci, e cila merret parafërsisht për të njëjtat tema në fjalë, po ashtu janë të thirrur edhe mysafir special nga shkolla të ndryshme dhe domethënë kemi mysafirët e panelit që janë të thirrur nga Tetova dhe nga Gostivari. Paneliste sot kemi domethënë mjeke, kemi gratë të ndryshme nga fushat të ndryshme të profesioneve, si mjeke, psikologe, komunikologe, profesoresha ose pedagoge, artiste, po ashtu kemi edhe përfaqësueset e grupit të leximit, domethënë të cilat janë një defektologe, një psikologe dhe një mjeke, teologe dhe fushave të ndryshme, domethënë të pozitës ku femra merr pjesë në shoqëri. Programi u begatua me lexim të Kuranit famlar dhe ilahi të prezantuara nga vetë anëtarët e grupit.